Trashëgimia kulturore e Suarekës tashmë është më pranë qytetarëve dhe vizitorëve fal teknologjisë. Përmes hartës digjitale të kullave dhe muzeve, çdo objekt i rëndësishëm historik mund të eksplorohet me vetëm një skanim të kodit QR. Si lindi kjo ide, çfarë ofron ky projekt dhe si pritet të ndikojë në promovimin e turizmit kulturor? Për këto dhe më shumë, bisedojmë me Faton Morinën, ekspert i GIS-it. Pra kjo është harta e kullave dhe muzeve në komunën e Suarekës, për dallim nga harta tjera. Kjo i ka disa të veçanta, domethënë ndërlidhet dhe ne kemi përditësuar projektet, i kemi bërë sa më aktuale duke u ndërlidhur me shfrytëzimin e teknologjisë inteligjencës artificiale, në mënyrë që kemi dashur të bëjmë një hartë e cila e kalon atë përditshmen, atë klasiken, harta klasike të letrës që ngjiten në mur. Kemi bërë edhe hartën e kullave, e cila përmes QR kodeve, përmes domethënë kësaj gjuhës së inteligjencës artificiale, përmes kodeve të veçanta, ja mundson secilit prej neve me një skanim, me një klik në telefon të ketë qasje direkte. Këtu e kemi hartën e kullave dhe muzeve dhe i kemi vendosur di QR codes. QR kodi parë është atje lart që tregon lokacionin. Për shembull, nëse ti je këtu te muzeu, që ku jemi këtu në lokacion te muzeu dhe e vizitojmë muzeun, dim mirat e muzeut, e shohim që përpos muzeut në komunën e Suarekës, pas ka edhe muze të tjera, pas ka gjithashtu edhe kulla, të cilat gjithashtu po shfrytëzohen në vitet e fundit edhe si lloj muze tradicional në të cilën po vendosen artefakte ose vlera qoftë nga lufta e fundit apo edhe dëshmi të periudhave më të hershme. Opsioni i dytë përpos kësaj të gjërave së lokacionit, në momentin që e skenoni këtu, për shembull, mund ta bëjmë një ilustrim praktik. E skenojmë. Këtu i kemi kullat. Kulla Rambllacës. Muzei i Martirëve të familjes Berisha. Ndërsa opsioni tjetër është përmes hartës interaktive. Shkojmë këtu, hapet domethënë faqja e organizatës tonë, aty shkojmë e zgjedhëm opsionin harta interaktive dhe këtu i kemi lokacionin e saktë dhe informata për secilin për tyre. Për shembull, shkojmë këtu e kemi shtëpinë Muzeut të Herojit Fadil Vata dhe në të cilën domethënë është një përmbledhje e historikut të herojit ton Fadil Vata. Pastaj shkojmë këtë tjetrën, e kemi kullën e lirisë në Krushicë të Epërme, ku tregon kulla e lirisë është shpëruar me 12 qershor vitin 2024 në fshatin Krushicë e Epërme. Pastaj kemi këtu për shembull muzeun ku jemi ne, është ndërtuar në vitin 1928, shërbente fillimisht si shkollë fillore, pastaj nga viti 2006 është shndruar në muze i qytetit. Pastaj për shembull kemi këtë pjesën perëndimore të kulla e rezistentës së Madraj, është shpëruar me 4 gusht 2023, e ndërtuar për nder të 22 burrave të fshatit, të cilët kanë flijuar jetën gjatë periudhës 1912-1945. Do thënë këtu e kemi. E veçanta e kësaj hartës është që e kemi këtu domethënë opsionin që është në 6 gjuhë. Ku për shembull nga gjuha shqipe e zgjidhëm opsionin në gjuhën angleze dhe secila prej tyre i ka informatat në gjuhën angleze. Gjithashtu në gjuhën gjermane. Që Muzeu i Martirëve. Kulla e lirisë në Budakov. Në gjuhën franceze, në gjuhën japoneze dhe në gjuhën arabe. E kemi bërë domethënë të mundshme që të gjithë vizitorat apo ata që janë të interesuar mund ta shfletojnë hartën në 6 gjuhë, domethënë në gjuhën shqipe, gjuhën angleze, gjuhën gjermane, gjuhën franceze, gjuhën japoneze dhe gjuhën arabe. Për shkak se gjatë punimit të hartave të mëparshme kemi pas domethënë disa
sugjerime kam thënë pse nuk po I bëni edhe në gjuhë tjera në mënyrë që ta kenë vizitorët. Dhe pse I kemi bërë edhe ato edhe në gjuhën angleze, gjuhën shqipe, po ndryshe është me ndru hartën jo në shqip, jo në anglisht, e kemi bërë këta në 6 gjuhë. Çdo vizitor që vjen mund ta ketë domethënë në telefonin e tyre hartën e kullave ose të muzeve në 6 gjuhë. Gjithë vizitorët që vijnë tuajt ose nga qytete të tjera përmes skanimit, përmes QR kodit mund të identifikojnë të gjitha këto muzeet dhe kullat historike të komunës sonë. E veçanta tjetër e këtij projekti është që për të realizuar në tërësi që ta ketë efektin e tij maksimal, ne si organizat së bashku me donatorin ton BG Inc, domethënë me pronarin I cili është Beram Gashi nga Dubrava, e ka mundsuar realizimin e këtij projekti, e ka bërë të mundur që kjo hartë e versionit A0, domethënë me një strukturë metalike, materiali do të vendoset në të gjitha këto kullat. Për shembull, vizitori shkon e viziton shtëpinë muzeet e herojit Fadil Vata, e ka hartën aty. Pastaj shkon në fshatin Dëbërdelan e viziton kullën e lirisë në fshatin Dëbërdelan, edhe aty do ta ketë hartën. Shkon në Samadraj, aty do ta ketë hartën. Domethënë do ta vendosim hartën në të gjitha këto lokacione, qoftë hartat historike, qoftë të muzeet. Për shembull, në muze kemi vendosur në pjesën e brendshme, edhe në pjesën e jashtme, gjithashtu edhe te muzeu I martirëve të familjes Berisha, dhe të gjitha këto që janë të vendosura në hartë, do të vendoset harta në muret ballore apo pjesën e jashtme në mënyrë që vizitorët ta kenë më lehtë të identifikojnë dhe të shfrytëzojnë hartën për të gjetur edhe kulla tjera apo hartat tjera. Qëllimi kryesor I këtij projektit, përpos që ajo që thash ta bëjmë një hartë të më të avancuar duke shfrytëzuar ArcGIS-in, atë programin që punojmë ne, pastaj duke ndërlidhur edhe me inteligjencën artificiale, e cila çdo ditë po ballafaqohemi dhe përdorim nëpërmjet tona në telefon apo pajisje tjera digjitale, fokusi tjetër ka qenë edhe promovimi I vlerave të luftës. Këtu rëndësi të veçantë kanë domethënë kullat e luftës ose kullat e lirisë, duke filluar prej Dëbërdelanit, pastaj Bllacës, pastaj Krushicës së Epërme, Budakovës, gjithashtu edhe në Sallagrar gjithashtu ka të bëjë me vlerat e luftës për shkak se Fadil Vata është njëri prej atyre pionierëve nismëtarë të parë të çështjeve kombëtare dhe fokusi ka qenë që nëpër këto muze do të bëhen, domethënë, mbushje atyre me artefakte, me vlera të luftës, me fotografi të dëshmorëve, me ngjarje historike nga betejat e lavdishme që I ka zhvilluar Ushtria Shërimtare e Kosovës, dhe gjithashtu në bashkëpunim me Drejtorinë e Kulturës dhe Drejtorinë e Arsimit, është edhe ideja qëllimi që kjo hartë të jetë si bazë për të gjithë mësimdhënësit e shkollave tona që të realizojnë shëtitje brenda komunës së Suarekës. Për shembull, shkolla fillore nga Samadragja mund të bëjnë një vizitë brenda ditës të gjitha kullat dhe nxënësit e shkollës tonë, nxënësit e shkollave tona të njoftohen me të gjitha luftat, me të gjitha betejat që janë realizuar në Republikën tonë, të shohin aty fotografitë e dëshmorëve, të mësojnë që tani ata janë të lirë, po liria e tyre dikujt I ka kushtuar shumë. Në këtë hartë janë paraqitur 10 objekte të cilat janë aktualisht dhe mund të shfrytëzohen, ndërsa objekti I 11 është kulla e lirisë që të ndërtohet në lagjën Shirok, e cila I dedikohet domethënë sidomos ka të bëjë me historikën e ngjarjes së herojit ton Besim Dreca, dhe domethënë aty te rrafshit e pjesa e Shirokut do të ndërtohet edhe kulla e radhës së UÇK-s me financim të komunës së Suarekës.